Era bregdetare me drejtim jug-juglindje ka bërë që në qytet të vërehen edhe disa problematika. Në shëtitoren lungomare, në rrugën e plazhit të vjetër dhe në brendësi të pyllit të Sodës, janë konstatuar pemë kryesisht plep dhe pisha, të cilat janë rrëzuar për tokë, duke bllokuar për shumë minuta segmentet rrugore. Situatë e tillë është vërejtur në orët e para të mëngjesit në hyrjen e shëtitores së Vlorës, ku disa pemë të llojit plep si rrjedhoje erës janë rrëzuar për tokë. Plepat e rrëzuar kanë zënë për shumë minuta vendin ku kalonin këmbësorët, teksa nëse era do të vazhdonte me të njëjtin intensitet si në mëngjesin e kësaj të marte, rrezikonin të tjera pemë që të binin për tokë. Është dashur ndërhyrja e ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës për të bërë të mundur prerjen e druve të plepave dhe më pas lirimin e vendkalimit të këmbësorëve. Përgjatë rrugës së plazhit të vjetër, një pemë me lloj shelg është rrëzuar në segmentin rrugor. Shelgu shumë vjeçar, që është i mbjellë në zonën e ish ndërhyrjes, ka rënë fillimisht mbi murin rrethues të territorit të ish ndërhyrjes dhe më pas duke përfunduar në rrugë. Fatmirësisht, në ato momente nuk ka patur automjete në qarkullim, mbasi rrezikonte të binte mbi to, duke rrezikuar jo vetëm dëme materiale, por edhe jetë njerëzish. Mbas ndërhyrjes së ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës, është bërë mundur prerja e drurit dhe lirimi i qarkullimit në këtë segment rrugor. Pjesa më problematike e prekur nga moti i përkeqësuar dhe era e fortë në qytet ka qenë pylli i Sodës. Si rrjedhoje erës në brendësi të territorit të pyllit, janë evidentuar 10 pemë të llojit pish, të cilat janë dëmtuar apo rrëzuar për tokë. Shumë prej këtyre pemëve të rrëzuara kanë qenë edhe pranë segmentit rrugor që të çon në drejtim të fshatrave Nart apo Zvërnec, ku përpasoj kemi patur bllokim të qarkullimit rrugor për shumë minuta. Falë ndërhyrjes në kohë edhe të forcave zjarfikse, është bërë mundur prerja druve të dëmtuar dhe më pas largimi i trungjeve në rrugët kryesore, duke vendosur sërish në funksion qarkullimi i automjeteve. Jo vetëm në zonën e pyllit të Sodës, në rrugën e plazhit të vjetër apo në shëtitoren lungomare, por pemë të rrëzuara e konstatuar edhe në disa zona të tjera të qytetit të Vlorës, por fatmirësisht pa lëndime në njerëz apo pa shkaktuar dëme materiale.